Ftoj në skenë mjeshtrin e madh Bujara Sjeriu. Të interpretojmë së bashku vargje nga poeti ynë kombëtar dhe bektashian Naim Frashli. Të dashur miq, të nderuar besimtar bektashian, gëzuar festën e madhe të në sultanit. Imam Ali, o drita e Perëndis, të qofshin falë. Bektashianët besojnë Zotin e madh dhe të vërtetë. Muhammed Alin, Hatijen e Fatimen dhe Hasan dhe Hussein. Të 12 imamët që kanë baba Alin dhe nën Fatimen, po ashtu duan Musan e Merjemen e Isan. Urdhëro, Zoti vërtet, e më dërgo ta të pjetë, ëngjëllin Karhazjat, do të këndoj urtësin, e do të rëfej Alin, dhe fëmijën e tia, ti mësojnë njerëzia, dhe durim e njerëzia, pa të them dhe Qerbela. O ëngjëll i urruar, andaj të kanë dërguar, që të ndritosh njerëzin, e të rëfesh urtësin. Zoti dërgoi urtësin, që në ashtëson njerin, pa qëndroj në mes të tyre, ish njeri prej fytyre. Aty ish Muhamedi, Zoti madh që e do njerin, i falindimës Alin, që ish dragoj i Perëndis dhe mbreti i trimëris. Ishte një mënd nga det, që kishte dalë së qetë, rënda në urtësinë e tia, duke i thjesht Perëndia. Muhamedi me Alin u përpoqën për njerin. Ata të dy një trup ishin, dhe një shpirt të vetëm kishin. Ishin kushurin të parë, dhe të afërt e të pandarë. Të dy bashkë, ata një janë, Muhammed Ali u tha. Atje ish vetë Zoti, Zoti vërtet, edhe Krishti gjallë vetë. Njeri ish krejt i gjitësis, i dashur i Perëndis. Njeri ish rënje njerëzis, i afërt i Perëndis. Ata ishin i kësin në të tërë njerëzin. Njerëzit të gjithë mblodhë Alin të parë në Sion. Të gjithë burrat e tjerë thanë, të dhëm Alin të parë, e të zëm njerëzin gjithë kush dorë të marë, e ta kemi të papa. Po, e tërë bota donte këtë barë kja ngarkonte. Kështu u mblodhën e u përmblodhën, barën si për jahodhën, dhe të gjithë shokët thanë, puna s'vetëm barë, po s'vum Alin të parë.